ta është kjo rini, themi, përdorues apo e infektuar nga varësia ndaj narkotikëve? Okej, mos të harrojmë se ne jena duke jetu me globalizmin, domethënë globalizmi edhe fenomeni i përdorimit drogave ka përfshi krejt botën. Kështu që edhe na si Kosovës mujna mu përjashtu. Për se çdo fenomen tjetër, edhe përdorimi i drogave është prezent në Kosovë për shkak se është fenomen global. Domethënë dukuria e përdorimit të drogave daton kogjamëti, domethënë për viteve 70-ta, ndërsa në Kosovë kulmin e ka dikon rreth vitit 2015-16, mirë po ka filluar pas luftës. Kështu që na në bazë të kërkesave për trajtim edhe në bazë punës tonë përditshme në terren, na vlerësojmë se në Kosovë janë dikon rreth 35.000 përdorues aktiv të drogave, prej tyre janë dikon rreth 10.000 përdorues problematik. Na përdorues problematik i quajmë përdorues që janë të varur nga drogat ose që përdorin spaku 3 herë brenda javës. Desha mu ndërlidhe edhe me sociologën që thamë ma herët, aktualisht në Kosovë, na kena, unë e kam mendimin pak ma ndryshe se sa sociologu, për shkak se unë menoj që shkollat, policia do të me ka sa ma larg shkollave.